Përkeqësohet situata në aksin Librazh-Qaftan, demontohet ura tek arat e Gurës. Situata në aksin Librazh-Qaftan vijon të degradohet ku prej ditës së djeshme qarkullimi në këtë zonë është bllokuar për shkak të shembjes së rrugës dhe rrëshqitjes së dherrave. Sipas informacioneve, situata është rënduar pranë zonës arat e Gurës, ku ura në këtë segment ka pësuar dëmtimet konsiderueshme dhe është shpallur zyrtarisht e pakalueshme. Raportohet se struktura e urës ka humbur parametrat e sigurisë duke bërë të pamundur qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve mbi të dhe në këto kushte është marrë vendimi për demontimin e saj. Prej disa ditësh, situata paraqitet e rënduar në këtë segment rrugor duke krijuar një situatë të ndërlikuar për qarkullimin në aksin strategjik që lidh zonën me pjesën tjetër të vendit.